Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahun e lutem që t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme, t'i bën të frytshme dhe të shpërblyer ditën e takimit me të. Sonte të ndërua Lazaremi në ndajën e radhës dhe sonte me lejen e Allah xhalla wala të vazhdojmë me tekstin që dietarët e kanë përmbledhur në këtë libër. Po them dietarët për shkak se kemi rënë fillim se në këtë libër kanë punuar 3 dietarë nga të famshëm nga të njohurit dhe kemi përmendur tek zakati, domethënë rregullat dhe kuptimet që duhet me e shoqëruar dhënsin dhe marrësin. Kjo ndarje pozicionimi është shumë e rëndësishme. Nga se njerëzit zakonisht i përzin pozicione dhe presin që pala tjetër mi kry punë të veta. Ose pozicionohen në palën e kundërt. Prandaj me u pozicionu në palën që takon dhe me u marrë me obligime që takojnë është nga sukses më të madh që Allah jep robët vet. Për shkak se në dunjë kemi pa që njëri të ndërlozë ja huq zakonisht për shkak të pozicionimit të gabuar ose duke marrë me punë të gabuara. I shkon jeta komplet edhe del për Allahu Azza wa Jall, domthon i zbrazur nga ajo që është dashur me pas me veti. Shikoj sot në dunjë njëri për shembull e ka harru pozicionin që të kanë, e ka harru Zotin e tij, mirë në punë që realisht nuk janë punët e tij, brengat nuk janë brengat e tij, po ngarkohet me to edhe e humb fatkeqësisht edhe dunjën edhe ahiretin. Kështu që nga mirësitë e Allahut xhallahu ala është që me udhëzoj robën për këto dyja. Pozita jote është kjo dhe detyrat tuaja janë këto. Dhe dietar kush na ka mësuar, keni pa. Edhe atje kemi mësuar tek dietarët, obligimet e dietarëve si dietar, dhe obligimet tona karshi tyne. Gjithkush i ka obligimet e veta. Dhe gjithkush ka mëndon llogari për Allahut xhallahu ala për obligimet e veta. As kena më pyet na për dietarët, as ata për neve, po gjithkush me punët e veta. Andaj të ndërlozë shumë debate, shumë diskutime sot bën fatkeqësisht për shkak të mos respektimit të pozicioneve edhe mos respektimit të detyrave dhe obligimeve që na takojnë. Prandaj edhe autori ka përmend te zakati me që në 2 palë, për shembull, këtë se ka përmend te namazi, është vetëm 1 palë. Këtë kena obligim namaz, këtë se ka përmend te agjërimi, pse është 1 palë agjeron dhe Allah është ai që e pranon ose nuk e pranon. Ndërsa në obligime që janë 2 palëse, sikur është zakati, do të më fol për 2 palët. Pala e dhënësve të zakatit dhe pala e atyre që përfitojnë nga zakati. Se s'la pal i ka rregullat dhe e ka edukatën që duhet me të pajiset. Edukata e marrësit është më rëndësi, edhe edukata e dhënësit është më rëndësi. Kur autori ka përfunduar trajtimin e çështjes së zakatit, e ka shoqëruar domethënë me një pjesë plotësuese që ka me sadakan. Për shkak se të ndërrullës dhënia është 2 lloje. Dhënia e obliguar që është zakati dhe dhënia pastaj e përgjithshme që është sadakaja. Në ndarjen e dhënies dietarët kanë bërë edhe ndarje tjera, dhënia e obliguar parimisht, fillimisht, sikurse zakati. Dhënia e obliguar si pasojë e zotimit caktuar. Njëri për shembull thotë nëse Allah më mëson këtë, kaq që më thon, kjo është obligim tani, zbatimi i zotimit, por është obligim si pasojë vetë obligimit, jo që e ka obligim fillimisht apo. Dhe sadakat e përgjithshme që aty ka shumë lloje të sadakas. Domethënë përfitimi i ndërsjellë i muslimanëve ndërtohet mbi zakat, ndërtohet mbi sadaka e ndërtohet mbi hedije, dhurat. Don zakati dihet cilat kategori përfitojnë, sadakaja është shumë më fleksibile, nuk ka sikur zakati, në sadaku mund të përfitojë edhe kategori shumë më të gjera se sa tek zakati, ndërsa hedija është çështje e dashurisë, respektit dhe e raporteve miqësore mes muslimanëve. Në gjitha këto situata palët përfitojnë në aspektin material njëri prej tjetrit. E kurime tek sadakaja, autori tash nuk përmend palët për shkak se ka folur tek zakati, njëjtë është apo. Don edukata e dhënësit edhe edukata e marrësit. Aja edukat që duhet me e shoqëru dhënësin zakat është pikërisht e njëjta që duhet me shoqëru edhe
sadakaja. Po adeta e njëjta që duhet me shoqëru përfituesin nga sadakaja, duhet me shoqëru edhe tek zakati edhe e kundërta. Por këtu autori përmend tash në këtë pjesën shtesë tek çështja e dhënjes në aspektin material, përmend disa hadithe që inkurajojnë dhe stimulojnë për dhënje. Për faktin se të ndërnozër tek zakati për shembull është obligim me dhon. Dhe tek zakati ka kategori caktuar që e kanë obligim. Po te sadakaja është ndryshe. Te sadakaja nuk duhet nisab, nuk duhet sasi e caktuar, nuk duhet me prit një vjet, për shembull. Nuk duhet për shembull njëri me pas pasuri të caktuar. Te sadakaja këtë musliman mund të jenë pjesëmarrës. Është e më e përgjithshme. Prandaj ka nevojë për një mobilizim më të shtuar, edhe për një stimulim më të veçantë për me qenë të gjithë pjesëmarrës në sadaka. Dhe ka përmendur vlerën e sadakas. Disa hadithe që ka përmendur nuk janë krejt, ka shumë hadithe që flasin për vlerën e sadakas, por disa i ka përmendur ky që unë do t'i përmend disa prej tyre dhe ka fol për disa rregulla përgjithshme të caktuara që mund të jenë si plotësim i rregullave që janë përmendur tek zakati. Hadithi i parë që e ka përmendur autori është hadithi që e transmeton Imam Buhariu rahimahullah në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, që ka thonë qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali, kush për juve e don pasurinë e trashëgimtarit më shumë se pasurinë e tij. Ka thënë Rasulullah, çdo kush e don më shumë pasurinë e tij, domethënë pasuria që ka mundsi ai më shfrytzu, e don më shumë se pasuria që nuk ka mundësi më shfrytzu për jetë dikujt mas ti. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa inna malahu muqaddam, andaj ta dini se pasuria e tij realisht është ajo që i ka dhënë, ndërsa pasuria e trashëgimtarit është ajo që e ka vonuar. Do të thotë që gjatë jetës tij e ka shpërndar, e ka dhënë që ajo është e tij. Ajo që ka met e pa shpërndarë, pa shfrytzuar, ka met domthon e trashëguar që është pasuria që i takon trashëgimtarit. Ky hadith ndërlozur është hadith i njohur, por disa ndoshta kuptime më rëndësi që lidhen me këtë hadith. Mas pari, ky hadith të ndërlozur është nga hadithet që përmbajnë bindje tyne kuptime të rëndësishme që i ka jap shtesë në kuptim shariati. Në çfarë aspekti? Për shembull, ka diçka që njerëz din, deri dikun. Po vjen shariati tash atë pjesën që ata nuk e dinë plotson. Sikurse, për shembull, ka vetë pejgamberi e të drune me lil muflis, a dini kush është i falimentuar, ai që i ka hu parat, që është i falimentuar. Ka një sosh, kjo është një tjetër halal. Do të këtë pjesën shtesë tash kush veç me fe e dim, se nuk e kishim ditë këtë pjesën, këtë kuptimin e falimentimit, nëse nuk kishim marrë, për shembull salimi i shariatit, nuk kishim ditë. Po ka feja edhe na ka mësuar. Na ka ditë falimentim bazë në aspektin në bazë të gjuhës e kemi ditë. Po në aspektin fetar se kemi ditë kush është i falimentuar. Ose për shembull ka aspekte tjera që feja na ka mësuar, domethënë se atë pjesën shtesë, sigurisht edhe adhurimet. Në aspektin gjuhësor zakat është pastrim. Kur sa ka ditë çfarë zakati, ka shumë ne ka mësuar zakati është kjo. Namazi është me bodo, apo haxhi. Mushrik kanë ditë haxhi, po jo krejt. Pra shtyllën kryesore të haxhit mushrik se kanë ditë. Arafatin. I shku din Muzdalifa, si shku në Arafat skandal, për shkak se kanë ditë. E ka shirati ka unë el-Hajj Arafa, haxhi është Arafat, që atë që zël s'ka kur gjë. Ai shiko ka bu plotësime kanë edhe bazike elementare që njerëz nuk ka mujt vetëm me i ditë apo. Pra të ndërlozë kjo mirësi Allah te barekutaala. Sa njëri sot me koni më çum, sot me ditë, kur s'ka mundësi me domethënë plotësuni kuptim me gjitha kërkesat e tij. Kur s'ka mundësi. Na mundë më shtyp për shkak hajde ti çka thosh për këtë punë, po në fundit këtë kuptimet unë janë të mangëta, janë të cunguara. Nga mirësia e Allahut është që Allah na ka mësuar kuptimin e plotësuar të domthon të termeve të këtilla apo. Sigurisht është domthon çështja e dhënies apo. Ose çështja e haxhit ose çështje tjera apo. Ai këtu pejgamberi na ka mësuar se a din çka i bën tamam me dhona apo. Ka kush e ka këtë, kush e ka këtë. Pse njëri të ndërozë pasuria që e ka në shfrytëzim është më dashur se ajo që s'e ka në shfrytëzim. Kjo është në kuptim pozitiv dhe në kuptim, s'po them negativ, po në kuptim natyrshëm normal të njeriu apo. Në kuptim pozitiv,
Pse njëri për shembull pasuria që e ka në shfrytëzim është më e dashur për një musliman se pasuria që e ka në trashëgim, për shkak se sa e ka në shfrytëzim e din ku e çon, e din ku e jap. Ma trashëgimtar kur i ku e çojnë atë. A din vlerën, a s'di vlerën, a shpërdorin, a s'është nuk e din ti apo. Lodhjen tonë, diersën tonë ta çon dikush poshtë atë. Domthon se nuk e lodh për ta, nuk e përjeton mundin e kësaj atë. Prandaj njëri më mirë është diersën e tij sa të ka mundësi ai më përfitu edhe normal trashëgimtarëm ju lon është normale atë, por para se më lën pasurinë më lën kuptimin që kur të lën pasurinë me vazhdu pasuria me të njëjtin shfrytëzim çysh e ka shfrytzuar. Do më veç me mungu ai fizikisht, ndërsa portimi është i njëjtë atë. Që kjo është pasuria kryesore atë. Andaj për shembull i lën njerëz në pasuri, i lën njerëz në trashëgimi, fëmijëve tyre, pasardhëve tyre pasurinë, por nuk e lën dinin, nuk e lën edukatën. Pastaj për shembull para na ti e lodh me halal, tani ata ka shku tu ngushtu, tu bë, mos më hin haram, pionisë për shembull dhe çan diku ku Zot na rujt, mos më qenë në punë dëmshme. Ose ka njerëz që kanë trashëguar pasuri, nga prind që janë konfetare kështu më radh, mirë po fatkeqësisht me atë pasuri pastaj ndoshta jo që se kanë ndihmuar fen Allah te varta, po ngon sebeb që me u përhap fesadi, u bërë keqe kështu më radh. Dikush se ka ditë çka ka trashëguar. Pse ka vlerësuar fara atë. Për shembull, Ibn Qayyim rahimullah kalon shumë libra kanë mas vetëm, bibliotekë të mëdha kalon. Po jam të di s'kan di këto libra thon. I kanë shit librat kanë ngopë ty nafën. Që s'do të çu këç përdor. Çfarë më bëna me këto libra thon? Normal. Do të nuk din dikush ai pikë librave që këtë umetë ka pa nafën. Din kiamet ja shohim ja dima. Po a kanë ditë ata me përfituar nga pasuri? S'kan ditë. E kanë përthyer në ato çka di me bëu, kanë kthyr në para dunjas që kanë harxhuar dhe ka shkuar. Domethënë që të ndodhur njëri sa e ka vetën më së miri që ato më shfrytëzosh më së miri, maksimumin. Për shkak se çka e din ti ku shkon e çka bëhet me ta. Momentin kur del pi durrëve tuaja, shkon pasuria te trashëgimtarët, nuk e di më ku shkon. Nuk e din çka bëhet atë. E për më siguru njëri ka thonë pejgamberi e ti çka ka dëm, e ti na çka e ka çu para vetë në herat atë. Ndërsa e huaja është çka ka lënë mas veti. Te çka e mas te mos di çka bëhet me ta. Nuk di çka bëhet kur mas te jaftë. Andaj njëri me koni kujdesëm që me çu para vete diçka që nëse kur shkon tek Allahu e gjon të gatshme edhe që i gëzohet asaj. Kjo është e para të rrezikshme. Çështja e dytë, domthonjë që ka të bëjë me këtë hadith është se pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka mësuar çysh njëri me fitu dunjon edhe ahiretin. Dunjon edhe ahiretin. Njëri me pasurinë e tij ka mundsi edhe më kënaq dunjë apo edhe më kënaq në ahiret. Për faktin se nuk kërkohet dhënia deri në varfënim. Po zakonisht e ke pas zakati është 2.5 apo pjesa shumica tjetër të ty apo. Po sa ta kapën. Zakonisht ata që japin pak rralljen ata në histori që shumicën e kanë dhënë pak kanë lënë. Zakonisht njerëzit edhe në sadak japin përqindjen, ata do të kushtimisht nga totali pasurisë është jap 10, 20, 30, po kur kush nuk jap në 50% ata. Rrall, janë njerëz që për muslimanë po që jap shumicën. Prandaj prapë kam të shumica në shfrytëzim, edhe plus e ke qiu një pjesë kaq të madhe në ahiret apo. Me çdo kalkulim bën që shfrytëzimi i pasurisë me kuptimet e duhura të sadakas mundson të përfitojmë edhe në dunjë edhe në ahiret. Andaj ka thënë pejgamberi kush është i kënaqur që cila pasuri është më e dashur, ajo që i kin shfrytëzim apo që i kin trashëgim, ato që e lën trashëgimi, dihet apo. Andaj sa vetë kanë për me ato që e din. Dhe pejgamberi më ka konfirmu, po ja ka shpjeguar pse. Jo ka shpjeguar pse apo. Ky është hadithi i parë. Hadithi i dytë që e ka përmend autori në këtë kapitull tek sadakat, e pse thash ka ditë shumë të për sadakon, më konkrete ndoshta, më direkte ala, se këto që ka përmend autori, po ky ka përmend disa pyetje që realisht e stimulojnë muslimanin që të jetë i kujdesshëm dhe i zellshëm në aspektin e sadakës. Gjithashtu hadithi i radhës është hadithi që e transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihin e tij, në sahihet e tyre. Nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu që thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib, wala yas'adu ila Allah illa at-tayyib." Kush jep sa një hurme nga fitimi halal, e tek Allahu nuk shkon pas halalit. Kjo është plotësimi i pejgamberit, nuk shkon pas halalit, me haram sadak s'ka, s'pranon sadaka e haram. Dhe kush jep sa një hurme me fitim halal. Këtu për shembull, çdo musliman ka që më thon, sa hurme.
Nuk ka sikur se zakati. Ka fa inna Allah yataqabbaluha bi yamini. Allahu me të djathtën e tij ja pranon këtë sadaka. Allahu me të djathtën e tij e pranon këtë sadaka. Thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwa hatta takuna mithla al-jabal. E pastaj Allahu ja rrit këtë sadaka qysh e rrit dikush për juve. Fulu të nërëzë është i vogli i kafrës. Mund tjetë vici, mund tjetë për shambull edhi, mund tjetë për shambull kingji, mund tjetë për shambull edhe i vogli i kalit, për shambull. Gjithka që është e vogël, e ki pa këllin të ashtë je me rritë, kujdesë njësër të vynë, me konë sa ma i madha. Edhe Allahu Gjellewala ja mërë këtë sadaka që ja për robi ti, e ja rritë, dhe se e bon sa kodra. Që kur del, të është kuptim, robët ditë në gjykimit, e të që ka dhënë një hurme, po për që i botë sa kodra, për nëjë që jabë 2 ose jabë mështë e për, sa i arritë Allahu Gjellewala sadakan. Ma një të subhana, sadakaja robët është realisht investim i robët që Allah e shumë fikshën. Për këta stuja Allah kërhet për sadakan, edhe për dalim me sadakas dhe kamatës. Allah që ka thët, u jem haqullahu riba, u jurbi sadakat. Jurbi sadakat. Allahu është aj që donë e fshin gjitha rritje të kamatës, dërsa është aj që e rritë sadakanët. Jurbi sadakat. E rritja dikurët, po këtu rritet me kamat, rritet vlerë numerike, po kur që përsa nuk rritet. As bereqeti, as shpërblimi, as përfitimi, kur që apëtën. Dunja, më sotën për ahiret, e në ahiret, qëka rritet e ka Allah të bartële? Qëka rritet e ka Allah gjellon? Rritet sadaka, jurbi sadaka, qëka rritet e ka Allah të barë këtala? Mënej, kjo është një stimulimi matë në ndërnozër. Se një qëka do që tjep të ka Allah gjellewala, Allahu jamer. Që s'ka thonë e marri me lachet, edhe pse kur të marri me lachet, janë pa dyshim me autorizim për Allah gjellewala, ama këtu ka direkt. Dëmohan, direkt ka investim të ka Allahu Gjellewala. Allahu jamer, sikur se, Allah të është shambull më i mirë, normal, larga asaj për përjasimit, po sikur se më në dikush, ta mi mu që to, direkt, edhe edhin që ndorë sigurt e në për. Edhe Allah po e ki ndorë sigurt, se Allah e ka marrë me të djathën e ti, që që të konë Allahu të bare kotale. Dhe e rrit, disa botë sa kodra. Në zimë qëla kodra, sa bjesht, e mdhaja, e rrit Allahu Gjellewala. Eja që ndikon në rritje të sadakas, është pa dëshim sinceriteti dhe përfitimi nga kjo sadaka. Nëse ka përfitu jetimi, dallon për fukaras. Nëse ka përfitu për shumë fukaraja që është i devotshëm, dallon nga ti që nuk është i devotshëm. Nëse ka përfitu feja Allahut është halama më ndryshe. Në çka ka përfitu për sadakas tone, ka mund varë edhe pastaj në rritin e kësaj sadakaj nesër ditën e gjykimit tek Allahu te bareke taala. Ne adim të ndërrozë se dita e gjykimit pe emrave ka, cila është për emrëve të ditë gjykimit që edhe një sure e mon këtë emën, surat At-Taghabun, e këna komentu surën Taghabun, është ujtë surat Taghabun në emën të kiamet. Pse? Pse na ditë kajtë njerët kanë Taghabun, kajtë njerët janë Taghabun, edhe të mirë edhe të këshit. Qa Taghabun? Gubun, e këni mësua, të Bukhariu rahimullatje, magbunun fiha, këthirë minë nësë, ni'metani magbunun fiha, këthim në nësë. 2 begati, janë magbun. Kur diçka jep, njeriu jep, dhe më thonë, jep shumë për më marë pak. Që jo magbun? E pëso dhja të gabën ditë në gjykimit? Të gabën në onë se njerë ka me kuplu se të një jetë në kep, në fund që ka marë, kur që s'ka marë. Ta në mundësi e ka pas me fitu shumë, se ti, ku e din, për shemë ato që ki jep, ka qenë shumë, ose ka qenë pak, ku e din? Bastë mundësi që ka pas me fitu. Pra nëse une e shes si telefon, 20 euro. Ku e di që këmë hupë? Këmë ka thonë dikush që këmë mund me shqit 1.000 euro. Veç atëre. Po kur s'di sa ka mund me shqit, veç jetë 20 euro, ti mendon që i knashin japën. Po kur e shem mundësin që realisht u ku mundësia 1.000 euro, dhe që pas na hupë s'manë. Nash njerë jemë në keme ka në papën, që pas na mund me fitu me këtë jetë, që këmë marë, kur gjeq, gubën, ke jemë shumë, po ke marë shumë pak apë. Për pabesimtarët dihet që kjo ka qenë dita humbjes për ta, dita e dëshpërimit dhe dita e dështimit e zhgërimit. Por për besimtarët një aspekt është se në raport me kapacitetin e mundësi që Allah e ka jap, s'kan fituar sa kanë mujt apo. S'kan fituar sa kanë mujt me fitu. Por me jetën tonë kanë mujt shumë më fitu. Me pasurinë që ka pa Allahu që mujt më shumë fitu, me dinë që ke mujt shumë më tepër apo. Prandaj të ndërlozur këto hadithe ja me kuptuar që dita e gjykimit është dita befasive.
dikush për të keq, po dikush për të mirë. Dikush për të mirë, dalin gjykime thotë jara, po s'këmbëllon që kaq, po ta kanë arrit. Do të din që dhon pak, po mo të bëu biesh, mo të bëu kodra, mo të bëu sevapë hatash më dhaj, ti shoh se ke paramenuar. Dhe kam pas vepra të mira që besimtar kanë më befasu ditë gjykimit atë. Në aspektin e shpëlimit, po edhe kanë më befasu nga rënimi i vepra Allah na rujt, sikurse ka në hadith pejgamberit sa se ditë gjykimit vjen njëri me vepra do si koda tihame, koda të moja, që në Arabin Saudite, koda të moja, një ora apo. Çfarë koda? Yaj'alu Allahu haban manthura. I bën Allahu edhe blona, kur gjos kontakt. Vepra duket moja, po vepra domon pa përmbajtje, pa sinqeritet, pa domon pranim tek Allahu i mand Allahu në pranë befasi. Ku befasi apo? Edhe vetë njerëz që të ndërroz e din që kanë bëu keq, kanë më befasu nga dënimi që kam i prit. Ata parmenojnë, apo. Qysh kanë thonë edhe grupe njerëz që Allah i përmend apo, do kanë më dënu në xhenem po, ma pak vjet apo. Pa ku e din që ata e pranojnë që kanë shkuar në xhenem, ama kurse se parmenojnë që s'ka më doj për ti kur apo. Kurse kanë më pranuar që kanë qenë dënimi apo. Ku që njerëz mundun nga këto befasit pa këndshme, e befasit e këndshme sa të vinë, ato s'mundun kur i parmenu, se realisht xheneti është befasi e këndshme. Për faktin se s'ka mundësi me imagjinu kur mendja e njeriu e mos lasë me pa sy ose me dëgju veshja. Prandaj në ato që kanë gjetë feja me dhon, me kontribu, me angazhu, dhe ka përmend shpërlime deri në nivel e aftësisë njerëzore me kuptu, dije se kjo është veç një lloj prezantimi minimal me kuptu dhe sa është vepër e mirë kjo, se pjesa e mbetur tek Allahu është. Na për shembull flasin ta bën Allahu sa kodra. Çka i bën një kodër se vapa? Çka vjen një kodër se vapa? Cim na. Kjo i bën diçka shumë e pa imagjinueshme për një hurme të dhënë në rrugt të Allahu xhallahu ala sadaka. Çka do më dhon njëri më shumë ose forma tjera që i kemi të cekë më të. Jashtu këtu ka përmend edhe disa hadithe tjera, disa nuk janë sakta që janë përmend, ndaj s'po i përmeni. Në kuptim këto hadithe kanë baza dikon tjetër, po me transmetimin që i kanë përmendur ato nuk kanë sakta, për shkak se ka argumente që domthon sadakaja e largon hidhrimin e Allahut, sadakaja mbron nga zori i xhenemit, se ka hadithe shumë që ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nga hadithi që i ka përmendur autori është hadithi i Buraides radhiyallahu ta'ala anhu, që thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yukhriju ahadun shay'an min as-sadaqa hatta yufakka anhu lahju 70 shejtana. Thot pejgamberi alayhi sallam, kur do që jep sadak për juve, do me thonë shpëton nga 70 shejtan. Këtu të nëzë shpëton, ka përnë fjallë lahi. Fjallë lahi, gjënë rabe, është përshlim fëlqit. Në kur dikush të nxet, apë mërë është. E besimtari sa do me bo mirë, të nëton shejtani me të ngjit, me të pengu, me të largu, apo. E një sadaka, të shpëton nga 70 shejtana që e kanë apë gojnë veç presmet në kuptim dëvjimit, dekurajimit, e problemeve kështu më radhën. Andaj thotë pejgamberi, ma e khurij, nuk do të më nxirr sadak besimtari që nuk shpëton nga këto 70 tentime të shejtanëve me kafshu, jo në kuptim kafshimet me ditë konkret se kjo elhamdulillah Allah na ka ruajt, po në kuptim të devijimit, në kuptim të edhe dekurajimit për me dhon. Është normal nga dekorimet më të mëdha që shejtani të më bosh në pegesa në dhënie apo. Në dhënie. Për faktin se këtu të ndërmjet edhe gjin ndihmtar të mëdha që i ndihmojnë. Gjin ndihmtar të mëdha që i ndihmojnë. Për shkak se pasurinë e don nefsi. E don nefsi, pastaj pasuria është natyrshëm që njeriu është lodh për ta. Por që ka faktor që i aktivizon për me e dekorojë njeriu në. Prandaj edhe sadakaja është një nga veprat e rralla që ka kaq shumë inkurajim Kur'an për ta. Në so shembull i ka pru Allahu xhallahu, si shembull i kësaj kim Bakarana, pse është nefsi e don pasurinë, nefsi e don mollën e vet. E më thon ato që e lodhti, ato që ti ke rreziku, ato që ti do një angazhuar të arsye për dikujt, është të lashë, nuk ka bashkë të lehtë më thon. Prandaj ka stimuluar shariatin formulon që njëri më thon, me luftu ai domthon ndjen e kooperacisë, edhe me bu bujar,
E kjo nuk është e lehtë apo. Veçanërisht për diçka që ai ndoshta ndonjëse ishte fare fryt tek sa apo. Ja, po nuk ka diçka, këtu veç do të prit tek Allahu nesër me marr atë, ky sabri i tij është kogja i vështirë, ama kogja i pagushëm. Kogja i shpëlyer tek Allahu te bareke ve taala. Andaj keni pa tek sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, domthonjë se qysh pejgamberi alayhi salatu forma të ndryshme i ka stimulu don sahabët që me dhon. I ka stimulu forma ndryshme me dhon. Edhe zakonisht stimulimi ka qenë me xhennet. Kush e jap falehul xhenna, kush e jap, mandej të ndrozëm mendoj që është pe inkurajim më të mëdha, më domethënëse për neve është ato që Allahu xhalla wala e ka marrë përsipër në raport me sadakon. Men dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katira. Kush është ai që jep Allahut borxh. Prandaj domthon Allahu po e trajton sadakën tonë, dhën dikujt borxh të Allahut me ta lati. Ai njëri veç me shti Allahu në borxh taj është balla thon. E kuptim ti e borxh te Allahu kur t'japsh ti borxh tek Allahu te barekuta Allah. Po sa ka inkuraju, sa ka stimulu Allah për dhënje që realisht e ka trajtuar çështën e dhënjes si lloj borxhi te Allahu që robi ka ditë gjykimit. Prandaj ky borxh ka mundur gjithçysh apo. Ky borxh ka mundur gjithçysh. Kush e lën borxhin më mirë se Allahu, kush e zbaton premtimin më mirë se Allahu xhallahu ala kush apo. Shiko sa mund me kompasuje lidhën për neve, që gjitha këto do të me ndiku për me e shkput, për me dhënë, nuk është leta. Por, kur i gjenë sahabët që kanë jep me ashtë letësi, për ne donë se sa kanë qenë donë të lidhur me ahiret, sa kanë pas për balë ahiretin, apo sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me s'kanë kalkulu heq ata, ata s'kanë kalkuluar, më duhet për këtë, është kërku, kanë dhonë ato. Ai kjo është ai që i dallon gjeneratat për gjeneratat të ndozur, i dallon kohrat për kohrave, normale apo. Prandaj një pitreguesve të gjendjes së muslimanëve është edhe është sadakaja tyne. Gatishmëria për me dhon fi sabilillah, në rrugt të Allahut xhallahu ala. Përket ato që është Allahu i kënaqur, nga jetimët, nga skamnorët, nga familjet e varfra, po mbi gjitha për ato që realisht e ndihmon fjalën e Allahut xhallahu ala mes përpara, kjo është për sadaka më të mira, më të mundshme, më të mira për shkak se në këtë rast, nëse Allahu xhallahu ala e ka marrë përsipër me e të rësi bërë sadakën për robin, që ka të mërë ma sadakën që ja për fjallë zotë xhallahu ala. Pa dëshim e pak krahasueshme. Kërë që njeriu nuk duhet me koni për nga kjo, nga se e lexuam më herët se kjo çështje nuk ndëlidh me sasinë e pasurisë, po ndëlidh me sasinë e imanit apo. Sa ka imani, sa ka fare. Një mund sa hurme, 2 hurme, 3 hurme, për kaq të ton kanë me dhonë. Por duhet njëri që me llogarit ato që e ka jap, ki me gjetë tek Allahu te bareke ve taala. Kështu që autori tash të ndërrozë e përmend një rast që është nga disa aspekte rast problematik në kuptim. Po nga disa aspekte është i kuptueshëm. E tani e shpjegoj don pse e ka përmend çet rast këtu apo. Për shkak se do me ndëlidh dhënjen me gjendjen e brendshme, jo me gjendjen e jashtme. Apo kuptoni? Ka na mendojmë se dhënja është e ndëlidh me gjendjen e jashtme. Nuk ka çështje. Nuk ka çështje. Është e ndëlidh me gjendjen e brendshme apo. Sa më e fuqishme gjendja e brendshme, aq më e pranueshme dhënja e jashtme. Është e ndëlidhur kështu këmbë. Prandaj mund me shpëlyer Allahu xhallahu dikon për një hurme, më shumë se dikon për një barçe me hurme. Këto matematika na si kuptojmë tani apo. Tani him në mini botë që na duhet më unështru. Po na e dim që Allahu kërkujt padrejt nuk i bën. Çka më rëndësi apo? Ne e dim që Allahu kërkujt padrejt nuk i bën. Allahu kërkujt hakun që han, askujt. Po çish ai problem ne nuk i dim, për shkak se ai është i vetmi që din çka kanë zemrat njerëz apo. Ai e din më së miri. Këtu e ka përmend një transmetim që nuk është i përmendun burimi i tij, nuk është i përmendur në rasti komplet, por që ka përmend në aludim. Jam duhet të përmend komplet rastin, se këtu thotë transmetohet apo. Rasti është i transmetuar në disa libra të hadithit nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kur ka qenë në moment të vdekjes, kanë qenë djemtë e tij rreth tij. Dhe një nga djemtë e tij, Abu Buraida, është ai që ka transmetuar rastin. Abu Musa al-Ash'ari dini kur ka qenë nga sahabët e njohur të pejgamberit alayhi sallam. E ka qenë pejgamberi som në Yemen bashkë me Muadhin, apo ai ka qenë njëri i madh, apo ka qenë i vogël. Pejgamberi som kur e ka ngu Musa duke në Kur'an, ka von
të zhdon tingulli i Davudit se ke kënu bukur apo. Ta që ka lëvduar Abu Musa el-Ash'ariun radhiyallahu ta'ala anhu. Bele el-Ash'ariin kanë për Yemenit, kanë qenë njohur domthon për lexim të Kuranit. Andaj në Medinë natën shtëpiat e tyre kanë qenë njohura me dritë dhezme natën për namaz natën. Në familje fetare, familje Kuranit apo. Abu Musa është nga më të njohur për ty apo. E kur i ka ardhe ka Abu Musa el-Ash'ariut të ndërunzën, i ka domthon djem të rëthi, edhe i ka thonë o djem të mi, mos e harrani kur rastin e ati që e ka dhonë një copë bukë. Edhe i ka ratë fikta, dhimbje. Ata kush o qylla, kush o kënjire, edhe pasaj u kanë dhejka, no bab, kush aj, sa i bur regifi, thonë. Regif është e buke rumbullakt, që buke rëndam të thjesht, apo, e qaj regifi, thonë, që sa i thonë regif, apë të arabisht. Ashtë në mu thonë, copë bukë është e, loj bukës, po nga loj më i rëndam të i bukës, jo diqka, po më nej buke veçanta, po. E kam kush o kjo, bab, që po në dhush me majtë men këtë njëre, po. Kam kjo është një rahib, një i devatshëm, një asket nga koha e hershme. Allah alim ku ka rënu kjo, të Ben Israel dikun herët, Allah alim ku ka du, nështë ta, para Abu Musa e Shariut 5-6 veta, Allah alim së ka rënu kur u konë ka. Edhe kur sahabet transmetojnë raste tila të ndërlëzër, nuk janë raste që duhet mi shpërfil. Për shkak se ata e kanë një basë, e kanë ngu dikun, andaj e thojnë apëtën. Sahabet nuk janë njerë që transmetojnë gjithë shka, mërë. Andaj, kjo rast, e pse në disa aspekti i ka do paqartësi, pa ato realisht të i kalon në raport me disa qartësi që janë apëtën. Se ka kësi adite, hala ma të sakta se kjo rast edhe që për shkak të paqartësive nuk kanë refuzuar apëtën. Dhe disa i kanë refuzuar për shkak të paqartësive që janë këto apëtën. Ose disa kundërthënieve që në rast apëtën. Po ka hadithe tjera që jo thënë sabis, ka hadith që nga disa aspekte mund të jetë shumë kundërthënës. Po kur t'i japsh kohën e duhur, e merr kuptimin e duhur. Prandaj të fokusohemi te ç'më thon, ajo thelbi i rastit, edhe pastaj me ndri pse autori ka pranuar shumë, siç më nej, shumë është e dobishme. Ka thonë Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ky ka qenë një asket i devotshëm, rahib. Rahib është njëri që në të kalumën, dohon për mos më përzim me njerëz, mos më ranë gjuna, në malë shku dikon, u vetmu, veç vetë. Ose është izolu komplet për njerëzve, edhe s'ka pranu as takim, as kurrë, që ka dalë veç për situata shumë domosdoshme në qytet, me marrë në bukat e që ka do këthuja. Ka qenë që kjo mënyrë e tyne për me bo Allah një badetan, rahabanie. Kjo do është niveli i përkushtimit maksimal për ta adhuru Allahun te bareke o ta'ala. E ka anë hadith se rahabania këti umeti është agjerimi. Në Allah në ka zërëzun keqë ato sa dele, shkone, vetmosh, në gjina dhe jesi ata edhe matë mirë sa ata. Një meti që Allah ka umetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. E kjo u shku atje u vequ edhe mas 70 viteve ka dalë. Kjo ka dalë rrallë, po kështu me dalë që të taman, thot Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, thot mas 70 vite ibadet. Tash kur them 70 vite, mos e paramendoni një plak, se njerëz pshejku më kanë jetuar shumë më gjatë, kanë qenë shumë më vital. Ndoshta ky ka rnu çifti i tij ka rnu në 100 vjet. Ka dal mas 70 vite ibadet vetmim. Namaz natë, agjerim, dhikr i vetmu. Ka dal ato. Kur ka dal, domthon u përzim me njerëz, ka pa, domthon ato që realisht e ka lip në të shmëria ti, po s'ka ditë me komunikua. Dhe që kjo është aja që izolimi të prum, tani njerëz i prish kur dimu integru. Ka musliman që nështë atë trujtëm, prishin ma forë se ata të prishtit apëtën. Përshka këse nuk dime me në gjume prishin apëtën. E ku prishtit ta një prishtit shumë keq apëtën, Allah në rujtë apëtën. Ke ma ka shoshni që i kanë qenë bëllë ta korqelen, te kalen kufet Allah në rujtë apëtën. Edhe kjo ka dalë, po kjo i mbyllën, i konservum komplet. Kur ka dalë, tot Abu Musa el-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu taku minigru. Dhe në komunikim me si për këtë marada i ka bolajka dhe don ka rënë zinë me ta. 7 ditë ka nejt me ta. 7 ditë apo ka nejt me ta. 7 ditë zinë ka bërë. Ma 7 ditë është kfill apo. Ka subhana çka ku bë, çipadet jam kur shkoj çysh në këtë punë, edhe e ka qiu Allah pat. Që sa ka u pa Allah ato 7 vjet apo. Pa e ka qiu Allah prap në kom, edhe tash ka kërkuar me bë tauba.
ka kërkuar me tauba. Shiko këtë rast pejgamberi Musa kujna djem vetë në rast të vdekjes së tij. Thotë edhe si shaj pendimi për Allahun te barekuhu teala ka vendosur me rrugë njerëzve, po tash ju më kthy në ju më kthy mo në atë faltoren që kon, ka ose unë faltore kesh, po s'ngriti punë. Po më shku diku me do njerëz larg me nejt, ama larg përzimeve, larg tregjeve. Ka shku të ndrozë dhe ka anë transmetim, çdo hap që ka bu kanë sejdë. Për Allah xhallahu ala, bëni hap sejdë, bëni hap sejdë, bëni hap sejdë. Shaj pendimit tek Allah xhallahu ala. Mos pa më falë Allah për çdo sejdë, më falë Allah për çdo hapa. Derisa ka shku larg dikun edhe është taku me do njerëz, donë që të braktisun. Njerëz shkret, farfun, dopt. Edhe kanë qenë donë larg me nivel, edhe ka vendosur me ta menet. Me çta miskine, me çta ngraqë këtu, me çta menet. E këta kanë qenë 12 vjet. Ditë për ditë ka ardhur një tjetër rahib që se japtën, po që puni ka pas më mirë se kë, edhe ju ka shpërnda ragif, ju ka shpërnda buk, se s'lëtavën. A i ka di që në 12 vetë edhe ka ardhur 12 vjet ka pruar. Tash kësaj radhë janë sa? Janë 13, apëtën. Edhe ata si u kanë qenë të shpëndam në për qoshe, apëtën. Edhe s'ka këshyr kush është, s'ka ka letë nëftimin e kush jeti. E ka di qëten fukara, edhe ardhë, qeti, edhe i ka kry 12 edhe u këthy. Tu u këthy, jaran ka unë buka jam ku është. Një pjatyne. Se tash bukën e ti e ka marrë, që këtë tjetëri, apëtën. Që këtë devatshme që u konë, apëtën. Thotë që onë 12 ju konë, 12 dikon kush ta ka marrë, se ka qenë për që i duhet që ka marrë 2 copa. Se 12 ju konë, apëtën. Edhe unë thotë temën e këmë kry, që këni bojnë nuk e di, e thashtë jetë këj unë të fënë. Këj dëgjën diskutimin edhe subhana, këj që ka një dëtë që kjo rëgifi, se i lodhen për rrugës, i raskapitun, pa fukara, pa i dëpt, kur që s'ka pas, i shkret. Thotë pjallo që të rëgife edhe që zoti për e që të fënë. E ka dhonë rëgifën, të ndërruaz e ka dhonë kafshat në mëram të gojës ti, në shpresë se mësë për ma farë Allah për që të rëgifë, apo kuptat është kuptimin e brendë shumë, dhe ka dhonë me fletë që atë natë u deka, Edhe është transmetu tash çka ka bu Allahu me ta. Tash kush mund të pyet ku po dimë çka ka bu Allahu me ta. Ka mundësi që Ebu Musa e ka transmetuar kët nga lajmet e Israilëve, a bën Israilëve apo që ka qenë pejgamber aty që Allah i ka shpall. Ka ndodhur kështu. Ku Allah i ka shpall një pejgamberi që ka bën me njëri devotshëm, që ka bën Allah me dikon, ka shpall. Pra ka mundësi që kjo gjëra e tij është realisht pjesë e shpalljes që Allah e ka shpallur një pejgamberi. Pastaj është transmetuar gojë pas goje. Do të thonë ndonjë shtuaj se më mangësi paralisht si transmetimi kur i sakt për shkak se sahabët nuk kanë transmetuar diçka që bie ndesh me fen apo. Edhe ka transmetim që domon na dim që peshorja reale ajo tamam të gjykimit apo. Mi po njeriu edhe mazikës e ka një peshorje. Apo ai një farë treguesi apo shton as shton. Apo mazikës është një. Po jo ajo ku vendos vepra ato. Edhe është marrë parasysh adhurimi 70 vjeçar me ato 7 ditë zina, edhe 7 ditë zina kanë zhvlerësuar 70 vjet ibadet apo. Për shkak se zinaja të merr gjuna iron, apo. Edhe tani ato 7 vjet tash me çka e kanë marrë këtë rregifën që e kanë dhënë. Edhe rregifja i kanë poshtë 7 vjet apo. Edhe ja ka falë Allahu xhallahu ala jo për 70 vjet adhurim, por ka falë Allahu xhallahu ala për rregifin që ka dhënë. Të ndërrozë, këta e ka pranë autori për çfarë arsye apo. Me çfarë arsye. Kësi raste kemi tjera ato. Kemi ajo gruaja që ka qenë zinaçare, edhe me një kpuc ujë, çanit ja ka falë Allahu te bareke ve taala. Për të të ndërrozë vëllazër se fuqinë reale të pendimit nuk e sheh pas Allahu te bareke ve taala. Robi kur bën keq, edhe keqja kon posedim tenton me dhon për Zotin si shaj keqardhje, për shkak që Allah e fal, jo sa ke dhon ti. Jo se keni muti, se Allah i ka në dorë që në tokë që ka, këtë pasuria në dorë të Allah të është të thonë. Po kër Allah e shetë që robi po jep këtë që ka, që veç Allah me koni kënaqë me ta, që veç Allah me ja falë, që ta Allah ja pagun. Se kush mund me thonë për shambull, ka pasurit madhe, dhe jep 1% në sa që e kapëtën. Dhe kjo shpërlet e ka Allah gjallera, po kë nuk bërën nga ja fuqia brendshme, si kurse kjo që e ka pregifin, apë mërë. Dhe kjo e ka mëramëtën, pse e ka kur se ka po? Ka unë Allah më shë, në është Allah për që të fukara më falë aftën. E qëta e këshirë Allah, jo sa jep, po me qëfar gjendje po jep,
Me çfarë synimi po jap? Çka ndodh kur ti japte? Çka ndodh atë? Për sa ka përmend atë. Për shembull, dinë të rastin aty që ka thonë bive të ka sa herë kam komentuar më shumë, apo. Non. Njëri i ka vrarë 99 vjet vëllazër. 100 vjet i ka vrarë, 100 vjet më vrarë atë. E vëndë s'kam rritë të veni të ubes, nuk kam rritë atë. Ama kush dhe qëfar spona keqarësh më në zemër ti që Allah Gjellewala ka falë, 100 rabë vramja ka falë Allah Gjellewala. Ose ai njëri që e ka largu një penges për rrugë e ka falë Allah të barë të la. Bënaj të ndërën vëzë këte ka përmanë për të gu se gjendja e rrubit e brendshme, thyrja ti, që mi thunë Allah ato që ka ma ke japë mu, e që më shërben mu, e më krynë punë mu, për edhe dikuj tjetë me kry punë që tim më falë, që këtë tregti me Allah në gjellëvar është tregtia që Zoti shumë e shplenë të ndërblëdhër. Pa i ka dhenje kategori, ka dhenje dhenje, ka dhenje që njëri e japë zekatin, ka dhenje që japë njëri një sasi, këti në këto regull, po ka dhenje që njëri japë në format të tila që realisht veç Allahu ja din shpirt në brendë shumë ti pëse Allahu gjellëvar e pagun ka të shumë. Andaj s'ka kullit rësishme, tek Allahu kullit supë. Andaj edhe Ebu Musa e ka përmen këtë rast, të ndërënzë në rast vekës pëse, me të regu se nështë apo një regiv dikun ma falë Allah të barë të alëmë. Edhe ka pas ulema që janë pa në ndër, na me ndër nuk argumentojmë, po janë një të regu si të ndërënzë vlazër që realisht munden me shërbisi si një lej inkurajimi, ngushlimi për situatat caktuara, se jo argumentim. Ndër nuk është për argumentim, por a mund tjetë për inkurajim, mund tjetë për ngushlim, mund tjetë. Sikur se ka thonë pejgamberi ndër është për gëzim. Veçanërisht në kohën e fundit, para ditës së gjykimit, shton ëndrat e besimtarëve ato. Si për gëzim që tregues që komentohet, edhe ai që është më i vërtetin të folur, i ka ëndrat më të vërteta. Ai që flet më shumë drejt, i ka ëndrat më të drejta ato. Varësisht prej përgjithësisht ashtu kanë pas edhe gjumin e natën e ëndrat e tij. Prandaj ka qenë një prej dietarët më gjuhës, i ka shërbyer shumë gjuhës arabe në shërbim të Kuranit apo. Në shërbim imam apo në Bukhalil Farahidi, djetari madh apo. Kur dek e kanë pyet madha fa'ala Allahu bik, kur çka ka bëu Allahu me ty, ka ma ka fal për shkak se një fat ja ka mësuar një plakës apo. Kush e sa e ka uru për ta, më shumë se që këtë umetin ka ka. Kjo nuk i nëmërson këtë punë, larg asaj apo. Po nuk din ti me çka Allah të ngrit, nuk din ti me çka Allah të fal. Dhe kjo është gjithë një rast ndërkohë që na mëson që nuk bëmë ne çmu asnjë punë, asnjë dhënie mos e nënvlerëso, por në esencë fokusohet tek gjendja e brendshme e zemrës tonë. Çka po djeg, çka po dham, çka po synon me arrit me këtë dhënien tonë, me këtë bamirësinë tonë. Çaq Allah ka me shpërblyef. Prandaj kjo është rasti i këtij regifit, që sa i bën regif shtim me këtë bukë që ka fal Allah xhallahu ala, më shumë se ka, ama se ka u pa Allah 70 vjet, normal, sa e ka mujt me çfarë 70 me marr fund. Në konfundit i se kom para se me dek. Se ka mas 7 ditëve kur të këshirë nështë s'ka rru 2-3 ditë ajo. Nuk ka rru 2-3 ditë me çto kalkulime ato. Po Allah i ka jap jetë me e shpërbly me fund mirë për shkak të ibadetit. Ibadeti kur sup. A pse ka rënë këto 7 ditë? Zinon këto kanë tjetër shpjegim tash. Do ka tjetër shpjegim pse ka rënë to këtu. Ama na po fokusohemi tek pjesa e fundit e rastit për shkak se kjo po na duhet në këtë rast që e ka përmend autori apo. Gjithashtu për raste, për hadithi që ka përmendur autori është hadithi që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min mal. Nuk ka sadaka që pakson pasurinë, nuk ndodh apo. Edhe kjo është për haditheve sikurse ato të para që ja thash, ku pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam kuptime të reja, të panjohura për njerëzit apo. Se ajo që është e njohur tek njerëzit është se dhënia e pakson pasurinë. E pakson. Po a ja vlen e paksu, po ja vlen. Se i bën dikujt mirë, dikujt i gjinesh, po, ama për që e pakson, kjo është kuptimi i njerëzve. Ka orfeja me kuptim të ri, se jo, nuk e pakson ato. Nuk e pakson. Për shkak se e shton më tepër. Pse është më tepër të ndëllëzën? Njëri u parë për shkaj ka, për mirujt a për mi hargjit? Për mi hargjut. Tash a hargjon dë frem, në luks, qka do ku, po i ka për mi hargjut, i ka parët për mi hargju. Mirë, që ato që blenë me parët e tia, për shambull. Ka mundësi tjetë, për shambull, një fatkeci. Ka mundësi tjetë një sprovë, me në gjithkafën. Pja sa jep, për shambull, bëva kia 10 mira euro.
e kursen nga gjitha këto shpenzime sadakaja thon. Mos më kon sadakaja të kish paksu pasuria thon. Kur kon sadakaja ato ka paksuja pasuria thon. Jo të kashtu pasuria. Se mos më kon sadakaja i shpaksu me 10 mijëra të shpenzuara në aspekte saktuara apo nga ky aspekt këtë gajb, këtë pjesë pa dukshme, kush është? Allahu xhallahu ala. Ai na ka mësuar. Mandaj edhe pejgamberi sa na ka mësuar që sadakaja e mbron njeriu nga fatkeqësitë, sadakaja e ruan njeriu nga sprovat e ndryshme të dunjos. Mandaj nga ky aspekt, veç në dunjë njeriu me këtë kalkulim e kupton që nuk ka sadaka që e zvogëlon pasurinë, po e shton pasurinë. Ose për shembull, hiç pas provë. Ti ke kalkuluar në tregti caktuar, në investim caktuar fitu që kaq, apo? Për shkak se zakas Allah i shton edhe 10 fesh apo. Që sadaka ka na nuk I dim këto sa në dhjetë. Na kalkulojmë ato që e shohim, që e prekum, se mi njerëz apo. Ama kur të pejgamberi son beso që është shtot apo mërash ti tani kimë pa në qiyame. Edhe në dunjë çka është zhvilluar për te perdeve që s'ke pati me pasurinë tonë, me jetën tonë, me familjen tonë, e tek tjerë kimi pa edhe din gjykimi sa ku me t'jap Allahu xhallahu ala për atë që ti ka dhënë. Ka që të ndonëse kjo tregtia sigurt me Allahu xhallahu ala. Nuk ka, kur thot pejgamberi son bile ka transmetim, nuk ka pranë autori fillimin e transmetimit, po hadithi thot thalathun uqsimu alayhin, për ti ju bëj pasha Zotin. Pejgamberi bëj pasha Allahun e madh nuk paksohet pasunia pe sadakas. Po bëmbejë atë. Ama këto janë çështje pastaj të mëranshme edhe janë çështjet e kalkulimeve me çfarë matematika njeriu bën hesap apo. Ç'kjo është këta. Gjithashtu të ndërmozë pe hadith që ka pranuar autori është hadithi I Aishës radhiyallahu ta'ala anha, që gjithashtu ky është hadith sahih të Imam Ahmedi në musnedin e tij dhe Tirmidhiu të tjerët se pejgamberi më ka thënë një dele, shë, edhe ka thonë, ma bëkije mina Aisha, qa me të pesaj, ka me të kofsha. So Aisha ka shpënda krejt, kofshën e kalonë, se ka di që pejgamberson e ka për qefje. Ka thonë pejgamberson, bëkije kulluha illa katifuha. Kejt pas ka me të përveç kofshës, se të që të hajme e sa me të, që e që u shku, që e ka me të. Kuptim, në mund që, ka ndërtu pejgamberin të Aisha. Andaj të ndërmëzër, Aisha radhiyallahu anha ka qenë pe grave të njohura për sadaka. Kur ka dhënë shumë keq ai ka, Aisha ka qenë grave, I ka dhënë shumë hedije, ka thënë dikush çaj nonës besimtarë që nonës më quat, normal, çaj që kanë quat. Edhe ka shpërndar shumë apo. Bele njëri ka thonë, shëmtore ka thonë, se leble për do buk, ka mësë më tha se ku më harru, e ka harru vetë në saj të në sadaka. Normal, aja që rinë kësi shpijen kësi kuptime, I ka tjera qasjen në këtë aspekt. Allah na përmirësoj gjendin edhe na ruaj prej të këqijave. Gjithashtu këtu e ka përmendur një çështje tjetër, ka thonë se lidhe me marrësi, përfituesi nga dhënia. A është më mirë me përfitu nga zakati apo nga sadakaja? Një njeri për shembull që është me përfituar. A më mirë me marr zakat apo me sadaka? Kanë ra xhilafu ulema për këtë punë atë. Pse o ky xhilaf? Për shkak të zakatit të ndërmjetësor është obligim, por është pastrim I veçantë. Sadaka është pastrim pak më I madh atë. Çata pejgamberi sa për shembull ka pas ndaluar me sadakon. Sadaka pastron gjithçka për lloj njerëzve. Kështu njëri më mirë marr zakat apo nëse është nga katolitë, se sa më marr sadaka. Sadaka është diçka është diçka që zbon apo nga asaj. Po më mirë më sadaka, nëse mund më koni pavon për sa sadaka apo. Nuk është sa që domthon njëri duhet me përfitu nga rasti me sadaka. Edhe kjo nga një aspekt të ndërmos kur njerëzit janë të fokusuar te zakati, do numri I përfituesve bjen. Se njerëzit tentojnë vetëm me fitu. Zakat ka më pak përfitues, se kategoritë më të kufizuara. Sadaka është më e gjon. Apo. E nëse kishim për shembull më mirë me marrë I sadakas, kishim ushtuar numrin I përfituesve. Andaj për me rujt balansin edhe me shtu numrin e kontribuentësve, jo përfituesve, ka ardhur deri tek këto diskutime, po janë çështje që na duhet të detajzu këto. Dhe gjithashtu autori në përmbyllje e ka përmendur edhe këtu I ka përmendur të ndërlozë këto raste, hadithe që I përmendëm, janë për sadakon kuptim përgjithshëm. Dhe ka ardhur në fund me një hadith
që flet për sadakan në cilën periudhë kohore është mas mirë më në sadakapën. Cila është e koha kur mas shumë ti të ka Allahu shpërblesh. Edhe kjo është me të mërshëm brapa. A ne ka pru hadithin e Ebu Hurerës, radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot, su'ila Rasulullahi sallallahu sallam, eju sadakati afdal. Është pyet pejgamberin cila është sadakaja më e mirë. Më e mira sadaka cila është? Ka thonë pejgamberi alayhi sallam. Ky hadith, domthonë është hadith që e transmeton është hadith i sakt që e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Për me çdo hadith më i fuqishëm mos nuk e gjon transmetim më. Hadithi i Ebu Hurerës në dy sahihat, Buhariu dhe Muslimit. E kam pyet pejgamberin cila është sadakaja më e mirë. Ka thënë pejgamberi anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqr wa ta'mal al-ghina. Ka thënë sadakaja më e mirë është më dhon kur je shnash edhe e lakmon pasurinë, i tutesh fukarallokut e shpeson pasurinë apo. Normal. Njëri kur është i shnosh, apo kur është nash, lakmi është nash dhume. Kur është smut, atë japja bursa për këtë dunja po shkon apo. Apo, do situata, domon këto të ndrozë ka situata kur Allah i bën robën në situata që me pa realitetin që s'është tu e pa në gjendën që është apo. Për shembull të ndrozë njëri i cili kur është shnosh, edhe kur është smut. Në cilën pozicion e shet dunjon që është? I smuti. Ta përshëm, a mund me thonë ti, o, ti i smuti, ti se din që o dunjoja vorëmën. A përën, te që ata pismuje se kije, përën, jo, kjo i shnosh e se din. Cilë është në realitet, cilë është në imaginata, përën. Dijet, përën. Madaj, këtë në mësën pejgamber, sëmë se njeriu nuk duhet me konë të nërvëzër i burgosë në rëthana, përën. Kuptoja realitetin edhe jashta rëthanave që është i qatë realitetin. Je i shnosh, je në investime, je në gjithë shka, paranoja që jetu dekë. Qysh kështë me dhonë, qyshtë, që ato jepë, që kjo realiteti jepë të. Që kjo realiteti. Për shambull, disa njerëz mi thonë disa njerëz për shambull, në të lypë pejgamberëm që ka që pore, a kështë jepë, këtë ja kështë jepë. Po pëse të me kona i gjallë, ola, a i s'ka li që gjallë, nësi je bindë që kjo është në rrugë të pejgamberës, jepë apëtën. Se në qëta kështë me dhonë pejgamberës me dhonë apëtën, për shambull. Se që ka rase kur djetë ashe i qare me pakon gjallë pejgamberës që kështë bo. A e dim, më bas shkave të dim. E dim, bas të argumente, apëtën. Për shambull, Enes ibn Malik e ka pas shak Thabit el-Bunani në tëmë. E ka pas shak, e ka pas talebe. I ka thonë, me të pa pejgamberit kështë dasht, apëtën. Ku e ka ditë? Që si njerës ka dasht pejgamberit, apo kuptan? Në ti e din saksisht, ajde pëllam jo 100%. Po në shumit në rrasë e ti e din që kjo e dënë Allah dhe pejgamberit. Madaj të ndërëzën, realiteti kërë është i rrethu me shumë migullat e imaginatës, iluzione. Vëllë e si dalim nga që iluzione, kuptojmë për që shtu ka. Po që kjo dënja e realiteti, që kjo dënja e realiteti. Po kërë në rrethujnë, në onë disa subhanallah, qështje që në nëzirën nga realiteti, duke mendu se jena në realitet. Në asim realitet. Dhe që ka punë të sabi që kanë bërë, në angazhimin e tyne, sakrificën e tyne. Kush e kohë në realitet, kush e ka marrë dunjan më mirë, na ata. Pra e është për keqare, sëtë për shumë, kom përmend rastet ndryshme, kur për shumë flet për çështjet e ahiretit njëri, dhe flet njëri për çështjet e sahabëve, njerëzit i rezistojnë këti ligjërimi me arsyetimin e na do të mes në dunjavën. Po thonë këta kujnë me të sahabët. Me konë na për shembull sinqerisht që kena ishë shumë dunjavën, edhe kena kontribuar shumë në ndërtim me kështu më radhë, edhe ky ligjërim i ahiret na ngjes mbrapa, të të njëri me nëse na lëhuvën e zhvillimit ekonomik dhe shkencor. Po na as ahiret edhe në dunja fort lata, e kontestojmë ligjërimin që i ka bërë sahabët gjysmë të dunjas me qëruapën. Ata 10 persona që na 7-8 vinë në milionere kur i ndekapën. E kom numëruar atë kur kemë bos dersën sa sahabe, don çka kanë në mazvetë. Ata i sahabët kompleksojnë me dunjën dhe me ahiret. Ata s'kan njerëz që e kanë në dunjën më apo. Jo, vëllazë. E kanë sundu dunjën, ne kanë nis për para atë. Shikoj çka kanë bëu, po se kanë pas dorë apo. E kanë marrë kurorët e mbretërve dhe i kanë gjujt për tokë apo. Kuptojmë që s'kan lëmi pushtu dunjën apo. Prandaj ata kanë kulturalitetin, çfarë realitetin. E pushton e merr sundon po se është e jotja. Këtë begatin në ty të kalon Allah xhallahu si besimtar apo. Po jo lakmije, shtyme, gara për te ose fatkeqësisht
një pasuri shumë e vogël e thirr dunia ka, shumë vogël e ka, me nxjerr nga realiteti i kuptimeve të duhura, apo pa ka më njëra dal në iluzione. Njerëz kanë pas më shumë skamujt ajo pasuri, ajo pozit, jo pasuri, ajo pozit, ajo dije, ajo autoritet, kur s'ka arrit me nxjerr nga realiteti, absolutisht. Në sahabët kanë qenë në realitetin e njëjtë, si kur s'kan pas me hongër, si kur kanë pas gurin e lidh për bakru, si kur kanë pas miliardat para veti, njëjtë kanë qenë ato. Që kjo është çfarë? Se e kanë pas gjithmonë dunjën njëjtë, me të njëjtat sy ato. Që kjo është dallimi ato. Ama pak ban nismë të kapë të derse që me koni zhvilluar. Ka një hala më zhvilluar valla që këto derse i kanë kapur para te ato. Ai janë komplekse fatkeqësisht. Është iluzion që shejtani e krijon rreth njeriu. Mi ka thënë që ti apo është shumë i zhvilluar, ti duhesh botën mes përpara, kështu më radh, është që është një poprat as një brez në raport me dunjën, kur kush heq e mund ligjërata për zhvillim e për angazhim kështu më radh. Mos mashtrohemi, të kthehemi në realitet. Ç'ky jeti Allah, që ta jem na. Edhe merrem me realitet, del pe mjegullave, del pe iluzioneve, zgjon nga gjumi i epsheve, i imagjinatave që realisht nëse nuk zgjojmë në dunjë komunazhuvori, Allah na ruaj apo. Prandaj çfarë pejgamberi sa të kohë më mirë kur t'jap shti, domthon e je i shnosh. Po ajo dhënia është njëjtë kur je smut. Apo vëlla, njëjtë ndikim e ka, apo. Ama pse jap më shumë kur tu dek? Pse jap më shumë? Somet kur dunia, po ç'kjo ku njëjtë vëlla kur e kon shnosh, ç'kjo ku? Ç'kjo dunia sa s'ka rru vëlla. Ama ti ke ndru. Ka ndru pozicionin nga ky pozicion për dunia ndryshe. Ç'i ka çaptan? Ani ka kur s'e shapun mirë, kthon në pozicion tjera apo. Kyre është që stop. Çfarë është dunja apo? Ço dunja apo? Ai të ndërroza ku përmendën ku të fundi disa raste që për më është e dhimbshme është për keqore, për më është e pa shpjegueshme vëllai, na dopt din fund në raport me gjendjen e vllazëve me motrat tonë nga zapën. S'ka çka më bën. Ai çaq i paft, i dopt, apo Allah na falë. Pas paku për te vajtimit e mirimit merrni vetëm se më apo me që pornoj këtë pa këto, pra që pornoj këtë pa këto, që njerëz vazhdojnë tut, apo shë, kur që mi kryj skane, thot, elhamdulillah, subhanallah, une, të qysh me konë, elhamdulillah, në raport në këtë bëhor për Allah gjëlle ola, vallah, shiko, këtë rap të shpisi desin, këtë familje e vend, thot, hasbunallahu ni'mal wakil, s'ka që janë në menën për Zotin subhanallah, s'ka që janë në menën për Allah gjëlle ola, të na subhanallah, një diçka i pris, diçka, thot, psa Allah, marrë, qëre, me mësim për njerëz vëllavë. Andaj që kjo është me bëre vetëm një gjendje tjetër, edhe këshirë pjesë gjendje është që ka dalë shuise. E po kene kanë njerë me ndru pozicione, me ndru rolet kanë njëra. Veç me po realitetin. Se kare mashtrojmë na, menojmë që ku këna mri që këna bu ka dalë, që njerë që bujnë, që njerë që japin, që andaj, shetit pak në për ngjarje, shetit pak në për raste, apo që me po dunjon edhe realitetin nga shumë perspektiva, nga shumë kënde. Nështë nga kënde që po e shohim, është shumë i gjymt, shumë i cungum, shumë i mjegullum. Andaj për shkallëm, që tërë është sa do ka me madhe. Pse? Pse të rëgonë se realisht për kundër kërkesave të shumë, ta mos me dhonë, ke dominu timbi ato kërkesa. Që kjo të kërkume. Prap, ku këthet kja? Këthet e mbrëndshme, apo? Se nuk e ka pushtu zamrën tënde gjendja reale jashtë më pëtën. I shëndet shumë, muna me dalë, muna me shumë, s'ka lidhje kjo punë, me mrenë në komunikave. Që kjo është mrenë shumë? Nga së të pejgamberi sëmë, la tuhmil, mos e shty, mos të i kismet, apo, hatta idha belegat il hulkum, dhe sot vjen që të. Që të kur vjen tani, thush, li fulanin kedha, o li fulanin kedha, o kad kane li fulanin, thush, dëmon, që të kaq, ja, pilonit, që kaq, të dik, apo, ka mujtë me konë për shëllet ma heret, njëtë, Allah, njëtë ka mujtë me konë, pse tash, andaj njëri të ndërëdhër duhet me po me syjtë ahiretit, veç. Kur shë me syjtë ahiretit, gjithë shka është ndryshe. Na, sot mësimi është për sadakan, edhe normalisht, pesha meron e këti shpjegimi vjen të këpasuria, pa njëtë avlinë vë Allah, për keqat ka e pa Allah gjellera, për jetën, për shëndetin, për autoritetin, për din, këtë bjen që është njëtë, njëtë. Andaj njëri nga çdo pozicion që është, mundohet me fitu një hisë në ahiret. Që kjo është e kërkuar, me çka të ka pa Allahu xhallahu ala. Dikujt e ka këto, dikujt e ka këto, këto janë se që Allahu xhallahu ala i ndon mes robëve të tij. I ndon mes robëve të tij. Gjithkohë është ngarë me fitu me diçka. Andaj po e përndojmë ato që ka filluar. Nga pozicioni që ta ka do Allahu xhallahu ala, edhe me kompetencën që Allahu të ka, mundohu me e maksimalizu fitimin në ahiret. Që kjo është e kërkuar më.
a është pasuri, autoritet, shëndet, a është sprov, gjithë shka që ka vjen për Allahu xhallahu ala është mundësi për me fitu shumë, edhe mundësi me hup shumë, gjithë shka. Edhe kur të ka dhonë, ta ka mundësi me fitu edhe me hup. Edhe kur të ka dhonë, mundësi me fitu e me hup. Në dy situatë ki mundësi të më. Dikush nga kjo, dikush nga ajo. Por varet me çfarë sy po e shikojmë ngjarjen, me çfarë kuptimesh po i përcjellim dhe po i analizojmë ngjarjet dhe zhvillimet. Çka më rëndësi më. Andaj për këtë arsye edhe autori ka përmend edhe atë sahibin e Regifës, edhe mund për atë gruan, edhe ata çysh fal Allahu ti habitesh, çka ti jap Allahu habitesh, apo çuditesh apo. Por duhet më vëdisur të ndëmbëzër edhe njeri me pas parasysh se dunjoja ka lënë e me mund me lënë sa ma te për punë mira e me morë me veti sa ma shumë për ahiret për shkak se është qaja që na duhet ditë në gjykimit tek Allahu, na duhet në varë ku do gjytime. Allahu xhallahu ala i bëft zemrat bujare, na ruaj nga kooperacia, nga se ati që ja ka për Allahu bujarin, ja ka për shumë mira. Ati që Allahu xhallahu ala, atë që Allah ka sipër me kooperaci, besoni ja ka për shumë të këqija. Wallahi nuk ka të këqija që mbledhen te njëri sikurse që mbledhen te kooperacia. To po me argumentet shumëta i lexon, nuk ka. Edhe nuk ka mirësi që mbledhen sikur te bujari. Kur zon për bujarin është çka tani ku ni mirë edhe këtu. Bujaria s'po na bën njërin tani shumë apo. Edhe kooperacia bën shumë të keq apo. Pastaj ka thënë pejgamberi sa besimtari kooperac nuk mund të mëkon apo. Po tani mund të mëkon këtu, mund të mëkon për shkak një keq arrogante, tana para tona, apo kooperac nuk mund të mëkon apo. Për shkak se kooperacia është nga veset më të këqija të mundshme që ka mundsi njëri me u pa ismë të Allahu na ruaj. E kjo kooperaci tash përfshin edhe pasurinë, edhe kohën, edhe shëndetën. Këtë, çish përfshin edhe bujaria, kuptim të përgjithshëm të asaj që dietarët kanë përmendur. Allahu na dhash pasuri, e dituri, e shëndet, e mirësi të shumta, e gjitha këto i përdorshim në përfitimet tona në ahiret deri në Firdaus, atje ku është grada më e lartë e besimtarit të shpëlyer. Allahu na ruaj nga fitnet e dunjas, Allahu na ruaj nga keqpërdorimi, nga lakmia, nga pagopsia, nga kooperacia, e nga shumë veset të këqija që pengojnë shfrytëzimin e duhur të jetës që Allahu na ka dhënë. Allahu na mësoft për pozitat që na takojnë, edhe për kompetencat që na ngarkojnë, e që me jetu këtë jetë ashtu sikur është Allahu i kënaqur në frymën e asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pëlqimet tona për gabimet na falë Allahu te barekuhu teala, nëse gjithë jemi mëkatar, jemi me lëshime, me gabime, po dhosh Allahu xhallahu ala që të përmbledhet keqardhje fuqishme në zemrën tonë sikur ta i Regifëse që nuk dihet me çka Allahu na fal e për çka Allahu na ngrit. Kaq për këtë pjesë, Allahu shpëlbeft, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katira.